një shteti, po nuk mundet me ditë populli i atij shteti. A ke qua gjykata Haugës dhe më thonë që fatkeqësisht po mbon padrejtisht krerët e shtrisë shlimtore atë kur i kam thënë për shembull, kur jam taku me avokatën, ashtu më thonë që për shembull i kam thënë mbi 2 mijë inqizime në gjykatën speciale, kur i ka pa atë inqizime të merrohen. Sepse si shkojnë njoftun, ai ka ditë që ka pas luftë në Kosovë, po nuk e ka ditë që bashkështu detajisht po. U bën që ky genocid në çatë promosa ka strauna. Na e kanë dërguar në Hagë, edhe tash mbetet ndërgjegjën e sa kur ti, domethënë për ty që krerët që gëzmon në Hagë duke ditë që çfarë masakra kanë kryer serbët këtu dhe po ajo është padrejësia më e madhe që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Sepse na tek e fundit e kanë bërë vendin tonë, e shtetin tonë, edhe popullin tonë që mos kena masakru fëmijë po. Po që kjo do të më ditë këtë bota që nuk ka pas të bëjmë me civilët serbë, sepse na nuk kena kohë të sulmuar për civilët e serbë asnjëherë. O që kjo ka bën luftë për mos milomu për hap masakrat më shumë në Kosovë, me mbrojt popullin e vet aq sa ka mundësi. Sepse o që kjo nuk ka pas kapacitet me shliru vendin e vet, duke marrë parasysh që ka pas shumë vullnet madh, po armatimi ka qenë shumë i dobët. Edhe s'ke mujti mi dal tenkes për shembull me pushka ose me. Pa dash më ndalu, po deshta mori kthyset me ta bash te rasti i Maherët që thash Shajn Bushit. Është e vërtetë që një farë lule xheli që e përmendshin kanë dalë vetëm për shkak me të rejtë vëmendin Tiraka. Po aja dol lule xheli dol qëllimisht sepse dikush ka marrë rast shumë parë për me qit lule xhelin vetëm për me më largu nga fokusi i Shajn Bushit. Kush fakt ka marrë? Kush e ka qit lule xhelin dihet? Nuk di se më ka bllokuar Facebooku që 3 muaj dhe për më nuk jam kon rrjet më sana. Po mbos njerëz e komunin që dikush e ka qit lule xhelin. Po këta njerëz do të më ditë që mu nuk në këtë rast nuk ka mujt as ambasada e Turqisë në Kosovë, edhe nuk mundet më mujt askush në drejtimin e se ka bëu përpjekje ambasada e Turqisë. Po me siguri po. Edhe nuk mundet më mujt asnjë njeri në Kosovë në rastin e Shajn Bushit. Nuk ka kapacitet kërkosh mu ndalu ose mu mujt në këtë drejtim, sepse jam i përbetun, sepse unë e kom godit rastin apo kokën më të madhe të atyre njerëzve që kanë bërë genocid në Kosovë, edhe të bashkëpunëtorëve shqiptar të ngushtë domethënë tyre. Që janë fatkeqësisht po. Edhe kjo më ka bërë mu më shumë që me punu më shumë këtë drejtim, sepse e kom godit kokën e bashkëpunëtorëve shqiptar në rastin e Shajn Bushit. Edhe jam shumë krenar që ka ardhur ky rast dhurat më shumë prej Zotit. Me vërtet. Po për rastin e Idris Recit e keni diçka interesante? Nëse bën me përmend. Po ka fakte edhe për rastin e Idris Recit tek shyrëmtarë më tash do të më marr më shumë me hetues, me prokuror. Dihet kush e ka qenë në prit për shembull vetëm 11 që ka qenë Idris Recin, njëri jetën midis Skënderajit është shqiptar. Edhe besoj që do të më morë më shumë me këta tradhtarë shqiptarë. Ti e din kush është ai? Po sakt. Edhe më kallëzu popullit që me kanë pa shoqërohen, me kanë pa rrin, kanë për përkrahin, a dhe pa këfill këtë sane, pa u pastru apo denu mbetjet serbe në Kosovë, o problem që ky shtet me apo që pa hodha ti, domthonë nuk kam me pohar asnjëherë. Mbi gjakun e këtyre fëmijëve të masakruar është. Po për fat mirë, krah djathtë kam edhe Besnik Krasniqi, njëri ndër ushtarët më të ri të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Përshëndes me Besnik Krasniqi për këtu i përzemërsisht. Në rastin e Shajn Bushit që na punuar jashtëzakonisht shumë. E falenderoj shumë publikisht. Në këtë drejtim, edhe është krah i djathtë jemi, po tash kena bashkëpunim të ngushtë edhe me njerëz më të devotshëm, njerëz më të mirë të shtetit Kosovës që janë krye të institucioneve të Kosovës, që punojnë vetëm për gjakun e derdhur lëm në këtë vend. Po është rast i rëndë për shembull sa që përmend edhe më herët edhe ti, po ka njerëz domethënë që kanë marrë pjesë në masakra që fatkeqësisht punojnë edhe në komunë Prishtinës edhe në për komuna të tjera, është e vërtet? Po tash do të kena mas të rastit për Zarenit, do të hyjmë gjitha komunave, normal ka në komunë Prishtinës, edhe ka në gjitha komunat ka pak janë të infektuar
Është një sërbë se s'ka bëjnë komunë Prishtinës, apo? Po, është po nuk e bona publike, normal. Po. Për shkak që s'kem dëshirë me bo, publike dhe Derisa të mirën. nuk ka nevojë me tregu njerëzve sepse ai mund me ikë, din. Po ka njerëz që kanë bërë krime, për shembull, kena njerëz në Viti, për shembull, që kanë marrë pjesë masakër qyshkit të Pejës. Viti? Po, në fshat Vitis. Cilin fshat, a guxojmë për? Nuk e di për momentin, po fshat serb. Partesh? Rrugës për Letnis është me një fshat serb, e kom qitë në TikTok. Ajo është serb është ai që ka marrë. Është serb, për fatkeq Jeton